Natyra, malet dhe shtigjet turistike janë ndër pasuritë më të rëndësishme të juglindjes së Shqipërisë. Në funksion të promovimit dhe zhvillimit të turizmit të aventurës, organizata Korça Alpin vijon të ndërmarrë nisma që synojnë promovimin e destinacioneve natyrore dhe ndërgjegjësimin për mbrojtjen e mjedisit. Një pjesë e rëndësishme e aktivitetit të organizatës lidhet me shtimin e gjelbërimit përmes mbjelljes së pemëve dhe kujdesit për hapësirat natyrore. Këto iniciativa synojnë jo vetëm përmirësimin e peizazhit, por dhe krijimin e një mjedisi më të pastër dhe më të qëndrueshëm për komunitetin dhe vizitorët. Është një nga rajonet ku turizmi malor duhet jetë shumë i rëndësishëm. Ne si shoqat, domethënë, numërojmë më shumë se 50 anëtar që kanë dëshirë të japin kontributin e tyre duke qenë apo duke mos qenë këtu. Një pjesë e mirë atyre për momentin nuk ndodhet në Shqipëri dhe ata kanë dëshirë të njihen me aktivitetet tona edhe duke kontribuar. Kontributin e japim në projekte dhe në zhvillimin e atyre që bëjmë. Kemi bërë aktivitete për mbjelljen e pemëve në qytetin e Korçës, tash sot një fidan, nesër një pyll, është një nismë që ka 4 vjet dhe mund të them që kemi mbjell mbi 5000 pemë. Kjo ka ardhur domethënë natyrshëm dhe të gjithë ata që kanë investuar ose kanë qenë pjesë e kësaj nisme na kanë besuar. Besimi është pjesë e punës tonë, domethënë. Krahas nismave mjedisore, Korça Alpin promovon dhe shtigjet malore, zonat e thella rurale dhe destinacionet më pak të njohura të qarkut, duke i afruar ato me turistët vendas dhe të huaj. Aktivitetet në teren synojnë gjithashtu të nxisin të rinj dhe komunitetin të jenë më aktiv në njohjen e territorit dhe në mbrojtjen e mjedisit.